Pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte personi I parë I cili në mënyrë të vazhdueshme e luftonte nefsin e tij, egun e tij, dhe ai sakrifikoi 23 vjet për hir të Allahut xhaleshanuhu dhe fitoi epitetin Khatemul Anbiya'i wal Mursalin, që do të thotë vul e gjithë pejgamberëve. Edhe ti, edhe unë mund ta fitojmë këtë epitet, jo vul të gjithë pejgamberëve, po vul të besimtarëve të mirë, nëse I kemi parasysh ajetet e lartësituara. Gjithashtu, shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, krahas që e kontrolluan nefsin e tyre, ato e kishin shumë të lehtë të dalën përballë armikut të luftojnë. Ato e kontrollonin edhe përshpëritjet e nefsit të tyre. Prandaj thot Muhamedi alayhi salatu wassalam për Omerin radiallahu anhu, nëse Omeri ecë me një rrugë, shejtani e ndron këtë rrugë, e ndron drejtimin e tij dhe ecë me një rrugë tjetër. Pse? Nga se Omeri radiallahu anhu shpesh e mirte në llogari nefsin dhe veten e tij. Pra nderuar I vëllai, a jemi duke bërë xhihad në veten tonë? E si të bëjmë xhihad në veten tonë? Duke mësuar për fenë Islam, duke mësuar për biografinë e pejgamberit alayhi salam, duke mësuar leximin e Kuranit. Ai që din leximin e Kuranit ta përmirësojë leximin që e bën çdo ditë për hir të Allahut xhaleshanuhu. Të mësojë një sure të re dhe kështu me radhë. Në këtë mënyrë luftohet nefsi dhe njeriu I afrohet Zotit të madhruar. Xhamati respektuar, thuan dietarët Islam, nëse njeriu arrin të fitojë mbi nefsin, luftat tjera do ketë shumë më të lehta. Prandaj Ibrahim bin Elqami, kur pa luftarët se ktheheshin prej lufte, tash kthehemi prej luftës së vogël në luftë të madhe. Cilën e kishte për qëllim luftë të madhe? Luftën me nefsin tonë. Dhe edhe një herë ceki se nëse njeriu arrin ta frenojë nefsin apo egun e tij, të tjerat do t'i frenojë shumë lehtë. Thuan dietarët Islam se njeriu I ka 3 armiq të përbetuar, që në mënyrë të vazhdueshme e citin dhe e çojnë të veprojë njeriu vepra të këqija dhe të ulta. I pari është shejtani alayhi lane, I diti është nefsi, egoja e njeriu, dhe armiku I tretë është dunjaja. Nefsi si luftohet duke frenuar. E shejtani si luftohet duke thënë në mënyrë të vazhdueshme përderisa sheh se citjet e tij janë aktive, me audhu billahi minash shaitanir rajim. E si luftohet dunjaja? Dunjaja luftohet duke mos e vendosur në zemër. Nga se kjo organ I nderuar I vëlla është I krijuar që Allahu xhaleshanuhu të jetë në zemrën tonë. Në momentin që dunjaja hin në zemër, atëherë dije se ky armik ka fituar mbi ty.